Dhe kjo ka shkaktuar këtë... Ju dëgjova me shumë respekt se cilin nga ju shushi... Falë, kërkoj ndjesë. Besoj që e meritoj të respektin e njëjtë. Po, faleminderit. Dhe kjo, nga kjo e shkurt, ko e shkurt ka arritur deri në këtë pikë. Nëse ne kemi bërë këtë propozim, pra të ulemi të gjithë akterët të cilët mund të japin kontributin e tyre, të krijohet një task force dhe të fillohet një plan i mirë fillt që të shkohet drejt liberalizimit. Në asnjë moment ne nuk kemi thënë që jemi kundër liberalizimit. Mirë, po ky liberalizim duhet të jetë lehtësues për biznesin dhe jo barr. Dhe ne sot nesër jemi në protest, jo për dëshirë, po si hap i fundit. Pra biznesi ka kërkuar, ne kemi pasur par ditë takime me 100 biznese, dhe është kërkesë e tyre që të shkojnë me këtë hap të dërgojnë një mesazh shumë të qartë, sepse ata janë të mbështetur për muri. Pra nuk kanë mundësi të manovrimit. Shumë nga ta e kanë shprehur vetë në takimet që kanë pasur me qeverinë, që një vendim i tillë çon drejt mbylljes së tyre, sepse kanë të pamundur të mbijetojnë. Sidomos bizneset produse. Mirë po efekti është edhe te bizneset tjera, sepse është efekt zinxhiror. Ju po thoni se po lëvizim drejt mbylljes së bizneseve me këtë hap. Nëse shkon ky aplikim, bizneset e kanë thënë shumë të qartë edhe në takimin sot që kanë pasur me kryeministrin, në takimin që kanë pasur me ministrin e zhvillimit ekonomik, në takimin e Këshillit Kombëtar të investimeve që kanë pasur para 10 ditësh, ata janë deklaruar vetë, me këto kosto unë do ta mbyll biznesin dhe nuk është një. E pat listën e prodhuesve të cilët janë aty, dhe ajo listë do të mund të zgjerohet edhe në biznese të tjera, sepse atëre ka edhe efektin zinxhiror. Pra, unë nuk po e kuptoj, nuk ka asnjë logjik që duke i pasur të gjitha këto informacione, qeveria vendos që t'i mbaj veshët të shurdër dhe ta çojë ekonominë drejt kollapsit. Dhe ky do të jetë mesazhi i nesër i bizneseve, sepse do të mbyllen dyert, sepse nëse ti me vetdi e çon ekonominë drejt kollapsit, atëherë ku është detyra jote apo me sa ndërgjegje mund të qëndrosh në atë pozitë të cilën e ke marrë nga populli. Pra ti po e mbyll ekonominë me vetdije dhe mbetesh pa asnjë vendim. Kërkesa ka qenë që të subvencionohet. U tha se ka thënë kryeministri në detyrë. Si? Nëse do të keni vështirësi, do t'ju zgjidhemi afër. Po vështirësi do të jenë, dihen, sepse që nga një qershori, çmimi për çdo biznes që është në këtë listë në 1300 bizneseve, se paku do të dyfishohet. Spaku do të dyfishohet. Spaku, dyfishim. Sa është oferta momentale e Keskos? Oferta të cilën ne kemi marrë nga disa biznese, sot që kam marrë një informatë, ka qenë 220 euro. 220. Nga 220 ka pas 264, 265... Varet nga konsumi që kanë biznese, pra varion. Sepse çdo biznes do ta marrë ofertën e vet individuale bazuar në konsumin që e ka dhe nevojat që i ka. Pra, kjo është marrëveshje kontraktuale që bën një biznes me furnizuesin në këtë rast. Pra, një kompani e madhe sot e ka marrë ofertën 220 euro. Dhe kjo jo që dyfishon kostën e tij. Është 2 herë gjysmë më e lartë se ajo që ka sot. Pra, si do të mbulohen këto kosto? Prapë në fundit do shkojnë te konsumatorët sepse do të reflektohet të çmime për ato biznese që do të mund të mbijetojnë, sepse shumë nga ato nuk do të mund të mbijetojnë, sidomos në sektorin prodhues. Pra, nëse e çojmë vendin drejt këtij kollapsi, atëherë kjo me të vërtetë e pyes veten se a është duke menduar dikush për këtë vend apo jo. I kemi së shpejti do ta shohim edhe ndikimin e çmimeve se si do të jetë sipas sektorit, që po nëse mund të më ndërlidh. Shkurtimisht ta shohim si ndikim. Këtu janë të selektuar disa prej kompanive për sektorëve të cilët ne kemi arrit me i siguru dhana, sepse kemi të mbledh dhana të përditshme. Po du me përmend vetëm të industria ushqimore, ku unë vetë kam qenë prezent për negociim të kontratës me Keskon, aktualisht shpenzimet e energjisë elektrike si pas danave marrin pjesë dikun 6% në totalin e shpenzimeve. Bas çmimorës, i vjen çmimi i energjisë elektrike në totalin e shpenzimeve do të rritet në 15% si vlerë e shpenzimeve. Me përkthy kështu në gjuhën e popullit në këtë kompaninë konkretisht, i vjen kostoja mujore e energjisë elektrike e barabart me 35 punëtor me pagë mesatare rreth 650 euro. Domthon, aq do të jetë ndikimi mujor sa 35 punëtor. Sa 35 punëtor, domthon, kjo kompani në fund të muajit qershor do të llogarit mi pagu sikur 35 punëtor pa punu asnjë ditë hiç. Ka që është kostoja. Edhe nëse shohmi këtu në nivelin e shpenzimeve në ndikim, është për nivelit më të ulët. E kemi shembull sektorin e ndërtimit, ku rrezikon jashtëzakonisht shumë nga importet nga Serbia.
sepse importet më të mëdha të sektorit ndërtimit janë nga Serbia. Edhe unë pash dhënat nga dogana, diku rreth 40% e importit të sektorit ndërtimit janë nga Serbia. Këto kompani deklarojnë haptas që cilat realisht e kanë kategorinë e tretë të shpenzimeve përveç mallit edhe shpenzimeve të pagave, të lëndës parë dhe shpenzimeve të pagave kanë energjinë elektrike. Këto jo që s'do të jenë konkurrent në vendin tonë, pas mundën edhe me eksportu edhe në rajon. Çka do të ndodh? Do të mbulomi nga mallrat e Serbisë, sektorin të ndërtimit. Do të mbulomi nga mallrat e Serbisë. Është e pashmangshme nëse trajtohet çmimi i energjisë sikur që është ofertuar. Përveç asaj shumë kompani produse që ka thënë se i ka mbyllur hyrjen e mallrave nga Serbia. Këto janë dhënat publike, cilat mund krahasohen edhe shihen edhe në raportet e doganës. Përveç saj, rreziku është edhe kompanitë produse të cilat kanë punuar me mund 25 vite për me arrit me depërtu në tregun e Bashkimit Evropian, me arrit me besu që produkti mund prodhohet made in Kosova me cilësi barabartë me produktit e Bashkimit Evropian, rrezikojnë konkurrencën edhe depërtimin në tregun e Bashkimit Evropian. Sepse çmimi i energjisë elektrike një pi faktorë ndoshta u kam se ti e kanë konkurrent përveç edhe politika fiskale në lirim të lëndës parë që kemi pas edhe në lirim të linjave të prodhimit nga taksa. Domthon, kostoja, si kosto në nivel të grupit, po e shohim që është 14%. Është jashtëzakonisht shumë e lartë dhe e papërballueshme. Në mesin e këtyre bizneseve, nëse i selekton, ka biznese se është e vërtet, jo të gjitha bizneset nështë do të rrezikojnë menjëherë. Disa e përballojnë. Jo, tash do të fillojnë mos arri numrin e 50 punëtorëve, të kthehen informalitetit që të mos regjistrohen 50 punëtorë. Edhe këtu është edhe një anomali tjetër e ligjit edhe ju këshalu, domethënë me bë edhe diskriminimin e postimin, domethënë me shfaqje edhe një herë edhe këtë çështjen e diskriminimit në ligj, se edhe kjo është një arsye tjetër që realisht vendimi duhet shtyt të rregullohen këto. Realisht ligji për energjinë